300 të vrarë nga policia greke, thjesht ca duke kaluar kufirin, ca në rrugët e Greqisë. Duhet ta bëj. Kjo po se ka, nuk është. Se ka vënë, pra se vë fare, nuk e diskuton askush në këtë parlamentin tonë. Për mua, shiko, ka për ta diskutuar. Në këtë tavolinë nuk ka njëri që e njeh më mirë masakrën e Peshkëpis, sepse kam qenë komshi me Fatmir Shehu. Dëshmorin atë dheu. E di shumë mirë dhe fëmijët e tij, jemi rritur me fëmijët e tij dhe di shumë mirë se mua nuk e di njëri, po u tregova i kujdesshëm për të folur sepse Zoti Beleri vërtet i ka fituar disa gjyqe me disa gazetarë për shpifje. Ka fituar asnjë gjyq për e përdor si presion. Jo më jo, ta them gjyqet që ka fituar. E përdor si presion në një të çon për shpifje. Albert, gjyqet që ka fituar nuk i ka për këtë akuzë. Gjyqet që ka fituar i ka për çështje emrash, për çështje tjera. Për këtë akuzë ai s'ka asnjë akuzë deri sot për këtë. Unë ndaj sfidova atë dhe këdo tjetër që të vi dhe le të bëj. Ajo është një nga njollat më të errta të Shqipërisë dhe nga pikat më të ulta pas genocidit që është bërë. Por e vazhdon të jetë. Është një nga gjërat më të errta të historisë. Mirë, po kjo s'besoj se është tryezë. Jo, nuk është. Rama Micotaqi. Jo, po s'ka punë Micotaqi sin kjo punë. Që të them pak s'ka punë Micotaqi sin kjo punë. Që të them pak në real politik. Këto janë ato informacione që japin mediat greke serioze që nuk kanë qasje djathas ekstreme, por duhet ditur pak konteksti Greqisë. Zoti Mitsotakis është ata politikan që hyn tek kategoria liberale, pavarësisht se vjen nga një parti dhe drejton një parti të djathtë. Problemin që ka brenda partisë. Andoni Samaras, ata që mbajnë mend, është një politikan grek shumë i fortë që është pjesë e qarqeve pak radikale të djathta. Dhe është ai që e ka shtyrë dhe është një opozitar shumë i rëndësishëm i zotit Mitsotakis brenda partisë. Është ai që përfaqëson dhe qarqe nacionaliste atje, brenda Partisë Demokracisë së Re, dhe është ai që bën presione të vazhdueshme zotit Mitsotakis, jo vetëm për Shqipërinë. Po thuaj emrin në buredot, ja ku është. Andoni Samaras, po. Po jo vetëm Antoni Samaras, po kryesori i gjithë kësaj. Kush është ky zoti këtu? Ky zoti, ky ka qenë ministër i brendshëm në qeverinë Mitsotakis. Po nuk e njoh. Unë po them Samarasi është kryesori, ai që drejton gjithë këtë fraksion. Ja rrova. Shef, prandaj s'm mban mend detaj. Gjithsesi jo, po Andoni Samaras, që është politikan grek, ish ministër i jashtëm, është pjesa radikale në Partinë Demokracia e Re. Është ai individi i cili ka bërë deklarata shumë të forta dhe të ashpra kundër Shqipërisë, nuk duhet të ketë negociata fare me Rama, tha, ku ishte çështja e zotit Beleri. Është ai politikan që thotë nuk duhet të ketë negociata fare, që duken si lëshim me Turqinë. Pra është një politikan dhe i bën shumë presion sidomos zotit Mitsotakis. Ky zotëria sa të marrë. Kur nuk është situata zgjedhore, zoti Mitsotakis është shumë i çlirët në raportet me Ramën, edhe kur ka qenë në Shqipëri, por kur është para situatave zgjedhore, që ka qenë një presion shumë madh nga këto qarqe, atëherë përdor. Atëherë dhe ai ndryshon retorikën e tij. Është në të paktat raste sot që zoti Rama tha ka marrë me atlete, ja hodhi fajin protokollit etj. Na pëlqen si vishesh. Dhe ai tha na pëlqen si vishesh, pra diçka jo normale në repertorin. Shumë i ngrohtë du këty. Si, shumë i ngrohtë. Pra është diçka që shkon përtej një raporti politik. Jo show, ishte i vërtetë. Unë mendoj që është diçka që lidhet me qasje financiare dhe ekonomike. Po ka dhe një gjë për ligjin e luftës, për çështjet e pronave çame, në thelb, për Greqinë ka një faturë të madhe financiare. Pra për çështjeve nacionaliste që lidhin me përdorimin dhe abuzimin dhe të pavërtetat e luftës dytë botërore e tjerë, ata ka dhe një faturë të lartë financiare. Prandaj kanë pak të vështirë për ta bërë, pra nuk është vetëm çështja nacionaliste, është çështja fatura financiare. Dhe këtë gjë nuk e kanë bërë vetëm me popullsin çame. Me popullsin çame ata kanë bërë genocidin që është e papranueshme dhe fjala genocidi përmban të gjitha. Por e kanë bërë edhe me hebrejt. Në Janin, me njëjta gjë ka ndodhur me pronat e hebrejve, i kanë sekuestruar. I kanë dalë nga Besa. Kanë qenë në Besa, pronat e çamve nuk i kanë sekuestruar. Pronat e çamve nuk i kanë sekuestruar. I kanë bllokuar. Po pra, nuk i kanë bllokuar për shkak të ligjit, pra nuk i marrin dot. Në momentin që ligji ata i marrin pronat. Komunitetet e tjera. Nuk ka faturë ekonomike për pronat e çamve. Por me popullsin çam ata kanë bërë, janë dakord me genocidin. Goxha, çfarë kisha për shtuar lidhur me atë që doja fjalën e Gonit? Maqi Voridhi, ish ministri i brendshëm deri para 6 muajsh në qeverinë e Mitsotakisit. Po. Dhe çfarë ndikimi ka? Isha ky personi që këtu është me Fredi Belerin. Po. Kurse këtu, kur u mbajt gjyqi, në cilin ishte edhe Fredi Beleri, Maqi Voridhi doli dëshmitar në gjyq dhe tha që oficeri policisë që u kap, oficeri i forcave speciale që udhëhiqte grupin në Beshkëpi, tha atë natë që ju e akuzoni ka qenë me mua në një tubim politik. Pra gënjeu apostazi dhe pas një viti sërish u vërtetua që kishte gënjur dhe ky zotëria vazhdoi sepse ishte kryetar i partisë i rinisë të Partisë Fashiste. Dhe më pas, nga kryetari i rinisë Partisë Fashiste greke, përfundoi te neodemokracia sot. Dhe sot është koka e këtij korrupsioni të akuzuar
nga Bashkimi Evropian mbrapa Maqi Vorrilli. Okej. Egon. Erla, shiko, kjo puna e se ishte në kuadër të këtij forumit të Delfit. Po, takimi, thua ti, si ishte takim zyrtar. Forumi ekonomik i Delfit. Po. Dhe investimet e huaja greke në Shqipëri janë realisht papërfillshme krahasimisht me çka qenë në fillim të viteve 2000, që mbaj mend që kishin. Po mund të ketë interesa të tjera për të ardhmen, me kompani telefonike me të tjerë. Tani se di as 10% nuk bëhen, se nuk dua të them ndonjë shifër më të ulët, janë shumë realisht papërfillshme, Mirë, po mund të kenë interesa për të ardhmen ata. Po ka lidhje historike patjetër, ka lidhje demografike patjetër. Kemi 800.000 apo 1 milion emigrantë shqiptar atje. Po. Kështu që ka lidhje gjeopolitike, sepse jemi në të njëjtën vit edhe të konfliktit në lindjen e mesme, po Greqia është edhe porta nga do nisi koridori që do shkojë në Ukrainë për gazin. Pra, koridori amerikan, me ExxonMobilin, me Hellenic Energies e tjerë. Dhe unë mendoj që thelbi i këtij takimi mund të jetë edhe kjo pjesa e mineraleve të ralla, patjetër, se të gjitha përfshihen, nuk është, domethënë kjo gjëja nuk është ose, është edhe. Po mendoj që është çështja e detit, padyshim. Një çështje e cila shkon e gjitha në mënyrën se si pala shqiptare po sillet, shkon e gjitha në favor të Greqisë. Një mungesë totale transparence. Më thënë, opinioni publik shqiptar ka kërkuar këtu për vite me radhë që në 2018, që 2017, kur filloi të diskutoj mes ministrave të jashtëm, që cili është dokumenti mbi të cilin pala shqiptare po bazohet për të delimituar zonën ekskluzive ekonomike dhe shelfin kontinental. Sepse pikërisht ai shelfi kontinental është mbi ujë, është zona e Jonit 2 ku është bloku Jon 2 ku fillojnë shpimet. Dhe Greqia e trajton këtë gjë në një mënyrë totalisht asimetrike, sepse thjesht për të futur pak në çështjen teknike, se unë e njoh mirë këtë pjesën e delimitimit, jam informuar dhe për shkak të mungesës si informacionit dhe mungesës totale të transparencës që ka këtu, që